Veproni jo për ushqimin që prishet, por për atë që metet në mshim, atë kam ju Allahun biri. Me vepru, me kërku Krishtin, me lypat e, jo thjesht për diçka kalimtare, por në mënyrë konkrete për diçka që qëndron, që e marri me veti, për atë dashninë e madhe të Tij, sepse ajo është e vetmja që na shëlbon, është e vetmja që na liron edhe është e vetmja që na jep plotësinë. Mandaj nuk shkohet te dikush thjesht vetëm pse të ka dhënë bukë, thjesht pse të ka bërë një dhuratë, por në mënyrë konkrete kërkohet dikush, lypet dikush për shkak se dashninë që ka dhënë për ty, kujdesin që ka bërë ndaj teje, edhe atë lirinë që ka shkaktuar në atë nuk mund ta japin kërkush tjetër. Kërkoje Krishtin, sepse askush si ai nuk të shqen, nuk të mush edhe nuk plotson. Vetëm ai mundet me e bë këtë gjë, vetëm ai është e vërteta.